Kistet në vezore janë një nga shqetësimet më të zakonshme ginekologjike që prekin gratë në çdo moshë. Shpesh kalojnë në heshtje, por në disa raste shoqërohen me dhimbje. Mjeku obstetër ginekolog Nami Kameri na shpjegon se çfarë janë kistet dhe kur bëhen të rrezikshme. Kistet janë thjesht një çrregullim hormonal. Dhe këto kiste që me kanë të qetë gjithnjë bëhen analizë hormonale për ditë natyrën e këtij kistit. Është thjesht një kist hormonal, mashkullim hormonal, apo është një kist kujdes se ka probleme serioze. Dhe gjithnjë kistet ose të ovareve, të kancerëve të ovareve janë tepër agresive. Si duhen trajtuar dhe kur është e nevojshme kirurgjia? Kistet hormonale zakonisht trajtohen kur bën një balancë hormonal, një analizë hormonale dhe shef nga kjo analizë cili nga hormonet predominon dhe ka preparate sot që përdoren që kanë edhe estrogen, edhe progesteron, që bën balancën e kësaj dhe nga njëherë këto kiste dhe thjesht mjekim 1 muaj, 2 muaj ose 3 muaj me këtë mjekim edhe reduktohen. Ose në raste tjera kur kisti i kalon 5 cm, që ndodh që në X moment ai pëson një përdredhje që jep dhimbje të padurueshme, do të shku në maternitet dhe me intervenu. Kujdesi për shëndetin e gruas nis me informimin dhe diagnostikimin në kohë. Një vizitë tek ginekologu ndihmon për të parandaluar komplikimet më të rënda.